Po dorën zemër nuk ko që Prishtina i nje si ministra më shumë sa që i nje si kandidat. Pra më shumë i nje si kandidat që kanë dalë në kuptimin e ndonjë angazhimi që kanë pas më herët. Mirë po, i mbetet qytetarit me i pa se cilat janë përvojat e tyre dhe sa mund mi vlerësu qytetar përvojat e tyre. Ata që ka diun me full për kandidaturën time është që njerëz se vlerësojnë njerëzakonisht kohën të cilën unë e kam pas si ministri i shëndetësisë dhe kjo vlerësohet, si me thonë, jo nga një kategori e njerëzve të cilë janë të parafërt, le të themi me mendimin politik ose mendimin partiaktimin, mirë po janë njerëz të cilët besojnë dhe e kanë pa punën që është bo në 2 vite, vetëm për 2 vite në Ministrinë e Shëndetësisë, dhe njerëz të cilët janë të parasysh çfarë backgroundi partiak vinë, të gjithë e pranojnë që përvoja ime ka qenë një përvojë që ka sjell dobi te jeta e qytetarëve, dhe mendoj që këtu është dallimi. Domthonë dallimi është që njerëz kanë në kokën e tyre e dinë që puna ime në ministri ka sjell dobi direkte në jetën e tyre si qytetarë dhe mendoj që kjo e bën çfarë dallim.